Eklipsi 12 gushtit përfundoi brenda pak minutash, por la pas disa pamje spektakolare të këtij viti. Çifti shqiptar në verarinë e 5 më të mirë në Amerikë, sipërmarrësit shqiptaro-amerikan Neviana Zhgaba dhe Ardian Llomi kanë arritur një tjetër sukses të rëndësishëm në Shtetet Bashkuara pasi Aquila Nest Vineyard në Connecticut është renditur e 5-ta në Shtetet Bashkuara për sallën më të mirë të degustimit të verave, sipas USA Today në 10 Best Readers' Choice Award. Ky vlerësim e vendos vreshtin me pronar shqiptar mes 10 destinacioneve më të mira për degustim vere në Shtetet e Bashkuara. Aquila Nest ishte një nga 20 destinacionet e përzgjedhura fillimisht nga një panel gazetarësh, redaktorësh, shkrimtarësh dhe ekspertësh të verës, ndërsa rendita përfundimtare u përcaktua përmes votimit publik. Është hera e parë që Aquila Nest hyn në këtë listë dhe ishte vetmja sallë degustimi në New England që arriti në top 10 kombëtar. Aquila Nest ndodhet në Newtown, Connecticut, në një pronë prej 41 akrash që dikur ishte një fermë rreth 200 vjeçare. Zhgaba dhe Llomi e blen pronën në vitin 2015, fillimisht duke menduar si vend për familjen e tyre, më pas vendosën ta transformonin në një destinacion ku njerëzit mund të mblidhen rreth verës, artit, kulturës dhe natyrës. Vreshti i ndërthur trashëgimin mesdhetare me elemente të mitologjisë, artit e astronomisë. Nuk është vetëm vlerësimi më i fundit për biznesin e çiftit shqiptaro-amerikan. Në vitin 2023, ajo përzgjodh mes 70 bizneseve të vogla më të mira në Amerikë. Në 24-ën fitoi vlerësimin Connecticut Manufacturer of the Year, ndërsa pat vit mori National Small Business Award. Connecticut Magazine e ka shpallur Aquila Nest veraria më e mirë në Connecticut për vitin 2025.